Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në këtë edicion informativ, ku në vijim juftoj që të ndiqni informacionet e përgatitura. Në kryeqytet u zhvillua protesta e 37 radhazi kundër qeverisë, ku qytetarë nga Shqipëria dhe diaspora u mblodhën në sheshin Skënderbej për të vijuar marshimin drejt kryeministrisë. Organizatorët e konsideruan të ubimi një moment të rëndësishëm të lëvizjes së tyre protestuese, ku ata ritheksuan kërkesën për ndryshim të qeverisjes. Protesta u zhvillua në një atmosferë të fortë mobilizimi qytetar. Në Tiranë u mbajt protesta e 37 masive ku qytetarët nga qytete të ndryshme të vendit kanë bërritur në kryeqytet dhe u bashkuan në një marshim protestues kundër qeverisë. Grumbullimi fillestar i protestuesve u zhvillua në sheshin Skënderbej, ku organizatorët bën thirrje për pjesëmarrje të gjerë dhe vijim të lëvizjes qytetare. Më pas, turma u zhvendos drejt godinës së kryeministrisë, e cila u bë dhe pika përfundimtare e marshimit të kësaj proteste. Gjatë ubimit u rikthye kërkesa kryesore e protestave për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe hapjen e rrugës për një qeverisje të re, të cilën organizatorët e kanë paraqitur si qëllim të pandryshueshëm të lëvizjes së tyre. Koordinatorët e protestës kanë bërë thirrje qytetarëve brenda dhe jashtë vendit që të bashkohen me këtë nismë, duke theksuar pjesëmarrjen e diasporës që ka udhëtuar drejt Shqipërisë për t'u bashkuar tubimeve. Ata kanë deklaruar se protestat do të vijojnë deri në përmbushjen e kërkesave të shpadhura, duke konsideruar këtë marshim si pjesë të një procesi të pandërprer presioni qytetar ndaj qeverisë. Rreth 300 banorë të krahinës së Nikaj Mërturit në Tropoj së bashku me aktivistë mjedisor kanë protestuar kundër ndërtimit të 3 pritave malore në lumin e Mërturit. Ata akuzojnë projektin për mungesë transparence dhe konsultimi publik, ndërsa shprehin shqetësime për dëmtimet e mundshme të një zone të mbrojtur natyrore. Banorët paralajmërojnë gjithashtu vijimin e protestave deri në anulimin e ndërhyrjes. Në zonën e Nikaj Mërturit, në Tropoj, është dhezur një debat i fortë mes banorëve dhe autoriteteve pas nisjes së punimeve për ndërtimin e 3 pritave malore në lumin e Mërturit. Rreth 300 banorë të krahinës, të mbështetur nga aktivistë mjedisor, kanë dalë në protestë kundër projekteve të korporatës elektroenergjitike shqiptare, duke e cilësuar ndërhyrjen si të përgatitur dhe të realizuar pa transparencë me komunitetin lokal. Sipas tyre, punimet kanë nisur pa konsultim paraplak dhe pa informacion të qartë për natyrën dhe ndikimin e projektit në mjedis. Këtu kanë ndërtuar një hec vetëm për qëllimet e tyre. Sfundi vinë dhe ndryshojnë emrin lumit të currajve e tepër dhe lumit të zi është lum, ndërsa ata e quajnë prua. Por e quajnë prua sepse ka qenë vetmja mënyrë për të vjedhur ca lek në këtë. E për sa i përket lumit, na jena të bashkuim sa jena sot edhe më shumë herë tjera për mos me lanë me bashkët masakrë që ka ba, kush i ka shti hund në këtë punë, e pas të fash në zezë. Më kanë bërë shumë njerëz që ke fjermos, si kërë plak, asë më ka thonë kush me fjermos, asë nuk kam fjermos për het, asë për prit. Ai që ka fjermos për mua zoti vë qallosht marë. Nga ana e tyre, aktivitetet mjedisore kanë ngritur shqetësimin se ndërtimi i digave në një lum malor mund të ketë pasoja serioze për biodiversitetin dhe ekuilibrin natyror të zonës, e cila gëzon statusin e parkut natyror rajonal që prej vitit 2014. E gjithë procedura është antikushtetuese, është antiligjore dhe patjetër që do ndjeket të gjitha rrugët ligjore, qoftë në gjykatën administrative, qoftë me padi penale në SPAK. Nuk ka një element sa do i vogël qoftë që ai të justifikojë ndërtimin e një dige. Po ç'bën? E merr lumin e the në prua, që nuk bën dot sediment që ti qoja po mbush liçenin e komanit. Ata duan të shkatrojnë lumin sepse duan të shkatrojnë lidhjen e popullit të Nikaj Mërturaj me këtë zonë. Për të zhmangur për shkallëzimet e tensioneve, punimet në terren janë ndërprer përkohësisht dhe makinerit janë tërhequr nga zona. Megjithatë, banorët e Nikaj Mërturit deklarojnë se qëndrimi i tyre mbetet i pandryshuar dhe se protestat do të vijojnë deri në anulimin e plotë të projektit. Ambasadori i Gjermanisë në Shqipëri, Karl Berger, ka rikonfirmuar mbështetjen e vendit të tij për procesin e integrimit evropian të Shqipërisë, duke theksuar rëndësinë e respektimit të vlerave të Bashkimit Evropian. Ai ka mbajtur një qëndrim të prerë kundër dhunës në jetën publike dhe politike, ndërsa ka vënë theksin në zbatimin e ligjit dhe të drejtave të njerëzit. Deklaratat u bën gjatë një vizite përkujtimore në Borov.
Gjermania vijon të mbështesë procesin e integrimit evropian të Shqipërisë, duke theksuar se ky rrugtim kërkon jo vetëm përmbushje teknike të standardeve, por edhe zbatim të përditshëm të vlerave demokratike. Ambasadori mbajti një qëndrim të qartë kundër çdo forme dhune, duke theksuar se procesi demokratik duhet të zhvillohet gjithmonë brenda kornizës së ligjeve dhe respekti institucional. Ne mbështesim dhe jemi të lumtur që populli shqiptar është në një linjë me këto parime dhe mbështesim procesin e integrimit, sidomos në pjesën teknike, por duhet të vlerësojmë edhe ata që zbatojnë vlerat e EU-s në përditshmëri, por edhe ata që qëndrojnë për të kërkuar zbatimin e ligjit, mbrojtjes së natyrës dhe çështjeve të tjera që lidhen me procesin e integrimit. Deklaratat e tij u bën nga Borova, ku ai mori pjesë në ceremoninë përkujtimore në ndër të viktimave të masakrës së vitit 1943. Berger kujtoi ngjarjen tragjike të asaj periudhe, duke theksuar se historia duhet të shërbejë si mësim për të parandaluar përsëritjen e dhunës së krimeve. Ky është një moment shumë i dhimbshëm për ambasadën gjermane, sepse sot ne jemi këtu për të nderuar viktimat e masakrës gjermane që u bë nga ushtria gjermane në 6 korrik 1943. Të përpiqemi të mësojmë si mund të parandalojmë që historia të mos përsërisë veten. Në raste të tjera ne themi kurrë më. Ndaj ky është rasti kur themi si ngjarje të tilla mos përsëriten dhe kjo arrihet duke vendosur rregulla si toleranca, të drejtat të njerëzit, zbatimin e ligjit dhe këto janë vlerat e Bashkimit Evropian. Qeveria ka prezantuar një paketë të re financiare me vlerë 250 milion euro që synon të rrisë konkurrueshmërinë e sipërmarrjeve shqiptare në prag të integrimit në tregun e përbashkët evropian. Përmes një garancie sovrane dhe skemave të financimit me interesa të ulta, bizneset e vogla dhe të mesme do të kenë më shumë mundësi për investime, zgjerim dhe modernizim. Një paketë e re mbështetëse për biznesin e vogël dhe të mesëm pritet të vihet së shpejti në zbatim me synimin për të përgatitur sipërmarrjen shqiptare për konkurrencën që sjell integrimin në tregun e Bashkimit Evropian. Kryeministri Edi Rama njoftoi se në bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë do të vihet në dispozicion një fond financimi prej 250 milion eurosh i shoqëruar me një garanci sovrane të qeverisë. Skema synon të lehtësojë bizneseve aksesin me kredi dhe norma më të favorshme, interesi dhe kërkesa më të ulta për kolateral, duke krijuar kushte për zgjerimin e aktivitetin dhe rritjen e standardeve të prodhimit të shërbimeve. Një garanci sovrane dhe një portofol financimi në mbështetje të gjithë atyre që do duan të ngjiten më lart, që do duan të rrisin volumin, që do duan të rrisin standardet dhe që do duan të përgatiten për të mos u goditur dhe për të mos u fshirë nga era e fortë e këtij transformimi dhe e përfshirjes në tregun e përbashkët evropian. Çdo sipërmarrës i vogël dhe i mesëm që ka gjithçka përveç financimit, do ketë financimin. Rama deklaroi gjithashtu se fondi i parashikuar nuk do të jetë kufiri përfundimtar i mbështetjes. Nëse kërkesa nga bizneset rezulton më i lartë se parashikimet, qeveria është e gatshme të rrisë financime, duke garantuar se asnjë projekt serioz nuk mund të mbetet pa mbështetje për shkak të mungesës së fondeve. Dhe ne nuk do të ndalemi tek një kuotë financimi të ajo që kemi parashikuar. Nëse do të ketë nevojë për më shumë, ne do bëjmë më shumë. Ne do bëjmë dispozicion më shumë. Nuk do ndalim. Nuk do ketë asnjë sipërmarrje të vogël të mesme që do të paraqes një ide bindse dhe një plan të besueshëm që nuk do të mbështetet financiarisht. Kryeministri u ndal dhe te programet për nxitjen e inovacionit, duke bërë të ditur se financimi për startupet është dyfishuar dhe se këtë vit janë regjistruar mbi 1200 aplikime. Që ne do të rritsim financimin në mënyrë proporcionale me rritjen e aplikimeve. Në të njëjtën kohë, qeveria synon të krijojë një platformë kombëtare informimi dhe këshillimi për rreth 48.000 ndërmarrje në të gjithë vendin, si dhe një rrjet ekspertësh dhe konsulentësh që do t'i asistojnë bizneset në procesin e modernizimit dhe përfaqësimit me standardet e tregut evropian. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha komentoi zhvillimet e procesit gjyqësor për dosjen Partizani, duke vlerësuar dëshmitë e ish-ministrit Ylli Pango si konfirmim të programit të qeverisjes së asaj kohe. Pas paraqitjes në SPAK, Berisha foli edhe për protestën qytetare dhe përsëritje akuzat ndaj prokurorisë së posaçme.
Pas paraqitjes së radhës si çdo të hënë ambientet e prokurorisë së posaçme, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha u ndal para gazetarëve për të komentuar zhvillimet më të fundit në procesin gjyqësor, të njohur si dosja Partizani. Berisha përshëndeti dëshminë e ish-ministrit Ylli Pango, i cili në seancën gjyqësore deklaroi se privatizimi përbën një nga shtyllat kryesore të programit qeverisës të Partisë Demokratike. E komentoj si një të vërtetë absolute. Kam patur një program elektoral zonjë, në të cilin ju kam premtuar shqiptarëve privatizim. Në të njëjtën linjë, Berisha komentoi edhe thirrjen për të dëshmuar të ish-ministrit të mbrojtjes Gazmend Toketa, duke u shprehur se ai duhet paraqes gjithçka që dimbi procedurat e ndjekura për privatizimin e kompleksit Partizani. E përshles dhe e ftoj të thot gjithçka din rreth atij problemi. Kaq. Ajo është procedura më transparente, më ligjore, në të cilën armiqt e Sali Berishës nuk kanë gjetur dot asnjë shkelje ligjore. Gjatë deklaratës së tij, kreu i Demokratëve u ndal edhe te protestat e qytetarëve që vijojnë prej javësh në kryeqytet. Berisha theksoi se Partia Demokratike nuk është organizatore e tyre, por mbështet kërkesat e protestuesve dhe të drejtën e qytetarëve për të protestuar. Qëndrimi ynë ka qenë që në fillim dhe ju duhet të keni shumë të qarta ato që deklaroj. Nuk është proteste jonë dhe e drejta dhe morali duhet të ishin të pamshirë ndaj atyre që përpiqen t'ja u kapin apo manipulojnë atë protest të rive shqiptarë. Përkundër, kam deklaruar dhe deklaroj se bazuar në 6 kërkesat e tyre, Partia Demokratike mbështet me të gjitha mundësitë e saj protesten jashtë çdo konotacioni, simboli partjak, por thjesht në frymën qytetare. Në përfundim, Berisha përsëriti akuzat ndaj prokurorisë të posaçme, duke pretenduar se institucioni është në ndikimin e qeverisë. Sipas tij, SPAK nuk vepron në mënyrë të pavarur, por është, siç u shpreh ai, kontrolluar nga kryeministri Edi Rama. Ka nisur procesi i regjistrimeve për nxënësit e klasës së parë dhe të 10 për vitin e ri shkollor përmes platformës elektronike e-Albania. Ministria e Arsimit bën thirrje për respektimin e afateve dhe rregullave të përcaktuara me qëllim organizimin e saktë të procesit mësimor në të gjithë vendin. Regjistrimet do të vijojnë deri në fund të korrikut, ndërsa për disa kategori nxënësish afatet shtrihen edhe më tej. Ka nisur zyrtarisht këtë të hënë procesi i regjistrimeve për nxënësit që do të ndjekin klasën e parë dhe klasën e 10 të vitit të ri shkollor përmes platformës online e-Albania. Ministri i Arsimit në një mesazh drejtuar prindërve theksoi rëndësinë e respektimit të afateve dhe procedurave të regjistrimit, duke nënvizuar se ky proces është thelbësor për organizimin e vitit të ri akademik në shkolla. Afati është 6 korrik deri në 31 korrik në e-Albania. Të gjithë prindrit duhet fillojnë procesin e regjistrimit. Me shumë rëndësi për fëmijët që regjistrohen për të parën herë në klasë të parë, të gjithë ata që kanë mbushur 6 vjeç, por edhe ata që kalojnë nga cikli 9 vjeçar në shkollën e mesme, pra në klasën e 10. Është shumë e rëndësishme të ndiqni udhëzimet në e-Albania, të respektojmë rregullat e vendosura nga njësitë e qeverisjes vendore, pra nga bashkitë, në përputhje me vendbanimin tuaj. Regjistrimet për klasën e parë dhe për shkollat e mesme vijojnë të jenë të hapura deri në fund të korrikut, ndërsa për gjimnazet në kohë të pjesshme afati shtrihet deri në 11 shtator. Ndërkohë, për nxënësit që zgjedhin arsimin profesional, aplikimet do të vijojnë deri në 30 shtator përmes të njëjtës platformë, duke u dhënë mundësi të rinjve të orientohen drejt formimit teknik dhe profesional në varësi të interesave dhe kërkesave të tregut të punës. Ish-ministri i Mbrojtjes Gazmend Toketa dha dëshmitë e tij në procesin gjyqësor për dosjen Partizani, duke deklaruar se institucioni që ai drejtonte nuk kishte kompetenca për të ndalur apo vendosur mbi privatizimin e kompleksit. Sipas tij, procedurat kishin përfunduar përpara se çështja të mbërrinte në zyrën e ministrit, ndërsa veprimet e ndërmarra ishin në përputhje me legjislacionin e kohës. Procesi gjyqësor për dosjen Partizani vijoi këtë të hënë me dëshminë e ish-ministrit të Mbrojtjes Gazmend Toketa, i cili u thirr për të sqaruar rolin e institucionit që drejtonte në procedurat që lidhen me kompleksin sportiv. Gjatë dëshmisë së tij, Toketa u shpreh se Ministria e Mbrojtjes nuk ishte kompetencë ligjore për të penguar apo vendosur mbi privatizimin e pronës, duke theksuar se dokumentacioni administrativ kishte kaluar në zyrën e tij vetëm pasi procedurat përkatëse ishin përmbyllur.
Ish-ministri deklaroi se sipas kujtesës së tij, klubi Partizani nuk ka përbërë asnjëherë një çështje me rëndësi të veçantë për ministrin e mbrojtjes. Ai tha se objektivi nuk shërben për nevoja ushtarake dhe administrohet prej kohësh nga subjekte private, ndaj nuk ishte pjesë e prioriteteve të dikasterit që drejtonte. Oketa shtoi se kompleksi ishte në varësi të politikave që lidhen me sportin dhe jo me mbrojtjen kombëtare, duke argumentuar se Ministria e Mbrojtjes nuk ishte as interes funksional dhe as përgjegjësi administrative mbi atë pronë. Në vijim të dëshmisë, ai nënvizoi se të gjitha veprimet procedurale janë kryer mbi bazën e legjislacionit në fuqi dhe praktikave administrative të kohës. Sipas tij, urdhri që firmosi për dorëzimin e pronës përfaqësonte zbatimin e një procedure të përfunduar dhe jo një vendimarrje të re mbi statusin e saj. Dëshmia e gazment oketës vjen pas asaj të ish-ministrit Ylli Pango dhe është pjesë e procesit të shqyrtimit gjyqësor të dosjes Partizani, në të cilën po administrohen dëshmi dhe prova lidhur me procedurat e privatizimit të ish kompleksit sportiv. Është shtyre edhe njëherë seanca ku pritej pretenca e prokurorisë së posaçme për Ema Çokun, Piro Xhixhën dhe Fatime Kryemadhin. Shkaku bë mungesa e një prej të pandehurave dhe e mbrojtjes së saj, ndërsa gjykata caktoi datën 13 korrik për vijimin e procesit. Ndërkohë, në procesin kryesor priten edhe kundërshtimet e Monika Kryemadhit ndaj hetimeve të SPAK. Procesi gjyqësor ndaj Ema Çokut, Piro Xhixhës dhe Fatime Kryemadhit është shtyr për herë të tretë, duke vonuar dhe një herë për paraqitjen e pretencës nga prokuroria e posaçme. Këtë herë shkak për mos zhvillimin e seancës u bë mungesa e Fatime Kryemadhit dhe përfaqësuesve të saj ligjor. Për këtë arsye, trupi gjykues vendosi ta shtyjë shqyrtimin e çështjes, ndërsa pretenca e SPAK-ut pritet të paraqitet në seancën e saktuar për datën 13 korrik. Tret pandehurit po gjykohen në një procedim të veçuar, pasi në fillim të muajit maj kërkuan përfitim nga gjykimi i shkurtuar. Për këtë arsye, dosja e tyre u nda nga procesi kryesor ku po gjykohet me procedurë të zakonshme ish-presidenti Ilir Meta dhe ish-deputetja Monika Kryemadhi. Në këtë çështje, Meta dhe Kryemadhi përballen me akuza për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie, akuza të cilat ata i kanë mohuar në mënyrë të vazhdueshme. Ndërkohë, me 9 korrik pritet që Monika Kryemadhi të paraqesë kundërshtimin e saj ndaj hetimeve të zhvilluara nga SPAK. Nga ana tjetër, Ilir Meta në deklarimet e tij para gjykatës ka hedhur poshtë të gjitha akuzat, duke pretenduar se procedimi penal ndaj tij është rezultati i një komploti të organizuar nga agjenci të huaja. Gjykata e Vlorës ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për Granit Pepnikën, të dyshuar si një nga organizatorët e një rrjeti mashtrimesh përmes call centerave. Bashkë me të në burg janë lënë edhe 2 persona të tjerë të përfshirë në të njëjtën dosje. Hetimet lidhen me një skenë që dyshohet se u ka shkaktuar qytetarëve të Bashkimit Evropian një dëm ekonomik prej mbi 50 milion eurosh. Gjykata e Vlorës ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg për 29 vjeçarin Granit Pepnika, i arrestuar pak ditë më parë në dërmin në kuadër të hetimeve për një rrjet të dyshuar mashtrimesh kompjuterike të kryera përmes call centrave. Në të njëjtën seancë, gjykata la në burg edhe Gjoni Hitajn dhe Redion Rexhematin, të cilët akuzohen për vepra penale të mashtrimit kompjuterik dhe përkrahjes së autorit të krimit. Pepnika u vu në pranga në 3 korrik gjatë një operacioni të policisë së Vlorës dhe forcës operacionale, ndërsa ndodhej në një vilë në zonën turistike të Dërmiut. Ai dyshohet se ka pasur një rol drejtues në organizimin e një skeme mashtrimi që synonte qytetarë të vendeve të Bashkimit Evropian. Prokuroria dyshon se përmes call centerave viktimat mbeteshin investitor të platformave të rreme financiare dhe bursash online, ndërsa fondet e tyre përfundonin në duart e organizatorëve të skemës. Dëmi i shkaktuar nga aktiviteti dyshuar kriminal vlerësohet të kalojë 50 milion euro. Në verifikimet rezulton se Granit Pepnika zitronte 50% të aksioneve të shoqërisë së përfshirë në aktivitetin e krijuar në vitin 2021 së bashku me Jurgen Melën. Kjo çështje është pjesë e hetimit të gjerë të nisur nga Prokuroria e Tiranës në bashkëpunim me autoritetet austriake. Operacioni kulmoi në muajin prill të këtij viti, pas një hetimi 2 vjeçar me goditjen e 3 rrjeteve të call centerave që operonin në 12 ambiente në Tiranë, arrestimin e 10 personave dhe sekuestrimin e rreth 900.000 eurove kesh, si dhe provave të tjera materiale që konsiderohen të rëndësishme për vijimin e hetimeve.
Një zjarr I përmasave të mëdha I rënë në zonën mes fshatrave Driz dhe Peshtan në Fier ka lënë pas dëme të konsiderueshme në banesa, kultura bujqësore dhe infrastruktura rurale. Një ditë pas shuarjes së flakëve, banorët po përballen me pasojat e rënda të ngjarjes, ndërsa autoritetet kanë arrestuar një 20 vjeçar si autor të dyshuar të zjarrvënies. Hetimet vijojnë për të sqaruar rrethanat e plota të incidentit. Zona rurale mes fshatrave Driz dhe Peshtan në Bashkim Fier po përballet me pasojat e një zjarri të fuqishëm që përfshiu një sipërfaqe të gjerë toke dhe shkaktoi dëme të ndjeshme materiale. Një ditë pas neutralizimit të flakëve, banorët e zonës kanë nisur të evidentojnë humbjet në banesa, mjete bujqësore, vreshta, ullishte dhe pemtari, si dhe në bazën ushqimore të baktive. Ata shprehen se nuk kanë përjetuar më parë një situatë të tillë ku zjarri është përhapur me shpejtësi dhe ka rrezikuar seriozisht edhe banesa dhe jetën e njerëzve. Sipas dëshmive të tyre, ndërhyrja e strukturave të emergjencës ka qenë vendimtare për shmangjen e një katastrofe më të madhe. Forcat zjarrfikse, policia e shtetit dhe mjetet ajrore të forcave të armatosur janë angazhuar në operacionin e shuarjes duke arritur të vënë në kontroll flakët pas disa orësh përpjekjesh intensive. Ndërkohë, policia ka bërë me dije se në lidhje me ngjarjen është arrestuar një 20 vjeçar banues në fshatin Driz. Sipas hetimeve paraprake, I riu dyshohet se ka ndezur zjarr në disa barishte, një sipërfaqe toke me pronësi familjare, por flakët kanë dalë jashtë kontrollit për shkak të kushteve atmosferike, duke u përhapur me shpejtësi në zonë. Sipas të dhënave zyrtare, zjarri ka përfshirë rreth 110 hektar sipërfaqe me shkurre, kullota dhe ullishte, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme ekonomike lokale bujqësore. Banorët ndërkohë apelojnë për kujdes të shtuar në përdorimin e zjarreve në zonat rurale gjatë periudhës së nxehtë, duke theksuar se pakujdesia mund të sjellë pasoja të rënda për komunitetin dhe mjedisin. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur në këtë edicion informativ. Së bashku do të rishihemi në edicionet e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.